Shqipëria po përgatitet për një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si MAT kontrollon dhe raporton dotjen që shkaktojnë industritë, aviacionit civil dhe tregtuesit e karburanteve. Qeveria ka hartuar një projekt vendim të ri që synon për afrimin e plotë të vendit me rregullat e Bashkimit Evropian për monitorimin, raportimin, verifikimin dhe akreditimin e shkarkimeve të gazeve me efekt serë. Për herë të parë në Shqipëri raportet e ndotjes që përgatisin impjantet industriale, kompanitë aviacionit civil dhe tregtuesit e karburanteve do të verifikohen nga subjekte të pavarura dhe të akredituara sipas standardeve të BE-s. Ky hap vjen pas kërkesave të përsëritura të Komisionit Evropian në raportet e progresit, ku theksohet se Shqipëria duhet të zbatojë plotësisht sistemin monitorim, raportim, verifikim, akreditim për të harmonizuar me sistemin evropian të tregtimit të ndotjes. Pa këtë sistem, vendosja e çmimit të karbonit dhe integrimi në tregun evropian të emetimeve mbeten të pamundura. Ndryshimi nuk vjen pa kosto, bizneset do të përballen me shpenzime shtesë për kontraktimin e verifikuesve të akredituar dhe për përshtatje me procedurat e reja teknike. Punësimi ose trajnimi një punonjësi teknik për monitorimin vlerësohet 1.3 deri në 1.5 milion lek në vit, ndërsa verifikimi nga një subjekt i akredituar do të kushtojë 1.3 milion lek në vit në varësi të kompleksitetit. Në planin ekonomik, miratimi i këtij projekt vendimi hap rrugën për përfitimin e rreth 600 milion lekëve financim nga Bashkimi Evropian në kuadër të facilitetit për reforma dhe rritje në Ballkanin Perëndimor.